تذكرت آلاء الرسول وما أرى لها محصي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Të gjitha lavdërimet dhe falëndrimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falëndrojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. E lutë Allahun të na mbrojë nga të ligat e shpirtave tanë dhe nga të këqijat e veprave tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e Tij të drejtë nuk ka kush që e devijon, dhe atë që Allahu e lë në humbje në devijim nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj, ai I cili ju ka krijuar juve dhe atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Vëllezër të nderuar, jemi duke jetuar në ditët më me vlerë të vitit. Ato janë ditët e Dhul Hijjes, ku kanë mbetur edhe disa ditë. E këto ditë janë dhurat nga Zoti për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për besimtarët. Gjatë këtyre ditëve vëllezër është edhe dita e Arafatit. Pra gjatë këtyre ditëve Dhul Hijjes vëllezër në ditën e 9 është dita e Arafatit. Ku në këtë ditë janë tubuar shumë vlera, shumë adhurime madhështore. Nga vlerat të cilat përmenden vëllezër në këtë ditë, apo që tregohen në argumente fetare nga Kurani dhe Suneti janë se dita e Arafatit është dita më e mirë. Kjo duke u bazuar në atë çfarë transmeton Ibn Hibani në librin e tij, që shënon nga hadithi I Xhabirit se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se dita më e mirë tek Allahu është dita e Arafatit. Vëllezër, kjo madje është quajt në formë feste, domethënë që dita e Arafatit është ditë feste. Është ditë feste për muslimanët, siç tregon në hadithin që transmeton Uqba ibn Amir radiallahu anhu, I cili thot I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë dita e Arafatit, dita e Kurban Bayramit dhe ditët e Teshrikut, pra 3 ditë që vijnë pas ditës Kurban Bayramit janë festë për muslimanët. Ato ditë janë ditë të ngrënies e pirjes. Këtë hadith dhe thot ky hadith gjendet në Tirmidhi dhe thot se është hadith sahih hasan. Në këtë ditë vëllezër është plotësuar dhuntia dhe është përsosur feja islame, ashtu siç Allahu na tregon në ajetin e surës Maide, ajeti 3, ku Allah thot el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Thot sot u kam përsosur fen tuaj dhe kam plotësuar ndaj jush mirësinë time dhe jam I kënaqur që feja, pra Islami të jetë feja juaja. E kam zgjedh pra fenë Islami që të jetë feja e vetme e juaj. Dietarët kanë thënë se ky ajet ka zbrit në ditën e Xhuman, ditën e Arafatit. Pra kjo tregon edhe vlerën, do thotë që në këtë ditë Allahu ka përmbush fenë Islame, ka përmbush dhuntin ndaj muslimanëve dhe ka bërë që Islami të jetë feja e zgjedhur dhe e vetme për muslimanët, për gjithë njerëzimin. Nga vlerat e ditës së Arafatit është se në atë ditë do thotë është përzgjedh një shtyllë për shtyllave më të rëndësishme të haxhit. Pra në këtë ditë është bë, do thotë detyrë që haxhinjët të ndalen në Arafat. Po ashtu vendi, do thotë Arafati, I cili është quajtur ai vendi ku haxhin qëndrojnë, domethënë në Arafat, e cila mos qëndrimi në këtë vend është, do thotë për shkaqeve që haxhi mos të pranohet. Madje në një hadith pejgamberi sa ka thënë që el hajju Arafa. Haxhi, komplet haxhi është Arafat. Domethënë që nëse dikush nuk qëndron në Arafat për lutje, siç dihet, atëherë haxhi I tij nuk është, do thotë nuk vlen. Vëllezër, është dita e krenarisë
me njerëzit të cilët qëndrojnë në Arafat. Si qëndron në hadithin e Abu Hurairës radiallahu anhu, i cili thot se i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu krenohet me njerëzit në Arafat, pra banorët e para banorëve të qiellit. E u thot atyre, shikoni robërit e mi, shikoni robërit e mi, erdhen tek unë të lodhur, të pluhrosur, pa të raskapitur. Këtë hadith e tregon Ibn Huzaimet, Ibn Hibani, i cili e vlerëson sahih. Pra qëllimi me këtë hadith që Allahu krenohet e banorët e qiellit, domethënë tek besimtarët, është për veçanërisht të dietarët për haxhin që qëndrojnë domethënë në Arafat. Edhe Allahu pra krenohet me haxhin që qëndrojnë në Arafat tek banorët e qiellit. Gjithashtu Allahu lavdron se ata domethënë vinë për në haxh, sidomos domethënë kohën kur s'ka pas domethënë mjetet udhëtimit siç janë moderne sot, përmendën hadith plotësor të lodhur, të raskapitur. Edhe kjo domethënë është një vlerë. Është dita vëllezër, dita e Arafatit është dita e shpëtimit nga zjarri i xhenemit. Mbështetur kjo në hadithin që transmeton Aisha radhiyallahu anha, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk ka ditë tjetër në cilën Allahu nxjerr njerëzit nga zjarri i xhenemit, pra se sa më shumë se sa ditën e Arafatit. Ai thotë zbret e krenohet me të para do thot me lajkeve. E u thot atyre, çfarë kërkojnë këta njerëz? Pra, sipas këtij hadithi, Allahu domethënë i nxjerr nga zjarri i xhenemit, apo siç kanë thënë dietarët që qëllimi me i shpëton, i nxjerr nga zjarri i xhenemit është që ata mos t'i dënoj, për t'i shpëtojnë nga dënimi. Pra Allahu po thot, pejgamberi po thon këtë hadith që nuk ka ditë që Allahu liron apo shpëton njerëz besimtar nga zjarri i xhenemit më shumë se sa në këtë ditë, pra në ditën e Arafatit. Mirë po, a është e veçantë lirimi nga zjarri apo shpëtimi nga dënimi në ditën e Arafatit vetëm për haxhin që qëndrojnë në Arafat, në haxh, apo është e përgjithshme për gjithë besimtarët anë mban botës? Mendimi më i saktë për është që lirimi nga zjarri në ditën e Arafatit është për gjithë besimtarët. Imam Ibn Rajebi, Allah më shëroft, thot se në ditën e Arafatit, Allahu i liron nga zjarri ata për haxhin që qëndrojnë aty në Arafat, por edhe muslimanët në vende të ndryshme të cilët nuk u është mundsuar të qëndrojnë në Arafat. Për këtë arsye, dita që vjen pas Arafatit është ditë festi për të gjithë muslimanët, ka sa Allahu liron besimtarët nga zjarri i xhenemit. Pra është ditë thot festën për gjithë muslimanët në të gjitha vendet ku ata domethënë ndodhen nëpër botë. Qoftë për ata që morën pjesë në ritualet e haxhit si haxhilerët, apo për të tjerët që nuk patën mundësi të arrijnë apo të marrin pjesë në haxh. Pra thot është bërë fest ditën pas Arafatit, pra dita e Kurban Bayramit, për shkak të përfshirjes së dy palëve, pra atyre që marrin pjesë në haxh edhe gjithë muslimanëve, do thotë se lirohen nga zjarri i xhenemit dhe Allahu do thotë përfshihen në faljen e Allahut në ditën e Arafatit. Gjithashtu Imam Ibn Rajebi, Allah më shëroft, shkruan thotë, kush thot lakmon të lirohet nga zjarri i xhenemit dhe t'i falen mëkatet në ditën e Arafatit, ata le t'i kryej shkaqet apo t'i merr shkaqet, sebepat nëpërmjet të cilave shpresohet një gjë e tillë, pra që të falemi dhe të arrijmë dhe që të shpëtohemi prej zjarrit të xhenemit. E prej tyre thoj për shkaqeve është shpeshtimi i dëshmisë për të tauhidit, njësimit e Allahut, e cila është fjala la ilaha illallah, me shtu po thot sa më shumë këtë fjalë. Me sinqeritet e vërtetësi, nga se ajo është origjina dhe themeli i Islamit, përgjithësi fesë, pra, në cilën Allah i lartësuar e plotësoi pikërisht në atë ditë, pra në ditën e Arafatit. Vëllezër, dita e Arafatit është ditë ku shejtani nënçmohet për ulat, ku sheh zbritjen e fjalës së Allahut për robërit e tij, siç është transmetuar nga Talha ibn Ubejdillah, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk është par shejtani një ditë më i vogël, më i nënçmuar, më i dështuar se sa tjetër herë, do thot më i nënçmuar, më i dështuar se sa edhe më i hidhur se sa do thot në ditë tjera.
E kjo është thot për diçka, nuk është për diçka tjetër pos për arsye se zbritjes së mëshirës pra dhe faljes së madhe të mëkateve nga Allahu për besimtar pra përveç ditës së Bedrit. Pra në këtë ditë të Arafatit thot pejgamberi se nuk është pa shejtani, një ditë që është më i nënshmuar, më i përulën, më i vogël se sa në këtë ditë, nga se e sheh mëshirën e Allahut, faljen e tij të madhe në këtë ditë për besimtarët. Lëzër nga vlerat e ditës së Arafatit edhe mirësive saj është edhe agjerimi kësaj dite. Dietari i madh Abdullah al-Basim Allah mëshiroft thot se agjerimi ditës së Arafatit është agjerimi më i mirë vullnetar, pra nafile. Kjo sipas konsensusit thot ixhmas pajtueshmërisë mes dietarëve. Nga se Aisha radhiyallahu anha thot që nuk ka ditë të vitit më të dashur tek unë për të agjeruar vullnetarisht pra sesa agjerimi i ditës së Arafatit. Vlera e agjerimit ditës së Arafatit cila është vëllezër? Kjo është përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku transmeton Ebu Qatade radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ka thënë për agjerimin e ditës së Arafatit, shpresoj tek Allahu që t'i falë mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Gjithashtu në një transmetim thot i shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të mbetur, pa vitit të ardhshëm. Ky hadith në Sahihun e Muslimit. Pra vëllezër, sipas këtij hadithi, për më shumë se 700 ditë dhe net falen mëkatet, pra nëse personi ruhet gjunaheve të mëdha, kanë thënë dietarët. Dhe sa mëkate bën njeriu gjatë ditës dhe gjatë natës për 700 ditë dhe net, nga se viti ka 365 ditë. E nëse i mbledhëm këto dy vite, pra vitit kalum dhe vitit ardhshëm, atëherë kjo i bën që falen mëkatet e mbi 700 ditë dhe net bashk pra. E njeriu sa bën mëkate vëllezër gjatë ditës, gjatë natës, gjatë muajve, gjatë vitit, ndaj vetes, ndaj tjerëve, në raport me Allahun, raport me familjen, në raport me njerëzit, ka mundësi ndonjëherë i hin në hak të thotë dikujt me ndonjë fjalë, me ndonjë vepër. Pra, agjerimi i ditës së Arafatit i shlyen mëkatet e më shumë se 700 pra ditë dhe net bashk. Kjo është një gjë madhështore. Andaj kush ka mundësi ta agjeroj këtë ditë, do të thotë mos ta lej pa agjeru, nga se është problem i madh. Për një ditë të vetme me agjerimi falen mëkatet pra më shumë se 700 ditë. Andaj kurse ai i cili s'ka mundësi me agjeru, le të falënderoj Allahun gjatë ngrënies dhe pirjes gjatë asaj dite, nga se është transmetuar në një hadith ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë që ai i cili kur han dhe pen e falënderon Allahun, ai e ka shpërblimin apo është njëjtë sikur ai i cili agjeron. Vëllezër, dita e Arafatit është dita e Arafatit pëlqejet kuptohet për ata që nuk janë në haxh, kurse për ata që janë në haxh, domethënë për haxhilerët nuk është të pëlqyeshme, madje është të pëlqyeshme për sunet që mos me agjeru. Kjo për shkak se ata janë të angazhuar me ritualet e haxhit, e ditën e Arafatit pra me lutje, e do të jenë të fortë pra. Gjithashtu kjo si pasimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se i dërguari i Allahut në ditën e Arafatit njerëzit dyshuan sahabët se është i agjerueshëm pejgamberi ju. E pejgamberi për me hek dyshimin e tyre mori domethënë qumsht dhe në mesin e njerëzve piu qumsht dhe njerëzit e shikuan dhe e panë që i dërguari i Allahut nuk është agjerueshëm. Dhe sipas këtij veprimi pra kjo aludon se për haxhilerët nuk është të pëlqyeshme të agjerohet dita e Arafatit. Vëllezër, dita e Arafatit është dita e lutjeve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se lutja më e mirë është lutja në ditën e Arafatit dhe më e mira prej asaj që kam thënë apo jam lutur unë dhe profetët para meje është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu. Kuptimi i kësaj është nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ai nuk ka rival, pra nuk ka shok, atij i takon sundimi dhe lavdërimi dhe ai është i gjithfuqishëm mbi çdo gjë. Hafiz ibn Abdul Barr, Allahu mëshiroft, thot lutja në ditën e Arafatit është më e mirë se sa në ditët e tjera. Gjithashtu ka thënë në hadith ka argument që lutjet në ditën e Arafatit pothuajse
gjithnjë apo të gjitha pranohen. Imam Neveviu, Allah mëshiroft, për ditën e Arafatit thotë se kjo ditë është dita më e mirë e vitit për të bërë lutje. Është dita më e mirë e vitit për të bërë lutje. Thotë duhet që njeriu të ndajë një kohë të gjerë për të bërë dhikr, përmendje të Allahut. Lutje e lexim të Kuranit, të bëj lutje e dhikr për llojeve të ndryshme. Lutja të lutet thot për veten e tij, për prindrit, për të afërmit, dietarët, hoxhallarët, shokët, të dashurit, të lutet me të gjitha të mirat për veten dhe për të gjithë muslimanët. E tjetë i kujdesshëm thot që të mos lemongo, mos ta neglizhoj që kjo ditë t'i kaloj kot, domethënë pa përmbush, pa përmend Allahun, pa lut, sepse kjo ditë thot ma nuk vjen, nuk mundem me zëvendësu. Imam Ata ibn Abi Rabah, Allah mëshiroft, thot se nëse mundesh që të vetmohesh gjatë pasdites së ditës pra të Arafatit për të lutur Allahun, për të përmend, për të lexuar Kur'an, atëherë thot bëje kët. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Allah mëshiroft, tregon thot shkova tek Imam Sufjan al-Thauri, pa tek këta dietar cilët kanë lënë domthon shembull tek umeti i Islamit. Thot shkova tek Imam Sufjan al-Thauri, Allah mëshiroft, në pasditën e ditës së Arafatit. E gjeta thot të gjunjëzuar. Ndërkohë që syt thot i letani, i rrjedhin lot. Ai u kthye drejt meje e tha: "A e di se kush është njeriu më i humbur, më i dështuar pra? Ditën e sodit?" Tha, është ai i njeri i cili mendon se Allahu nuk e fal këtë ditë. Pa i lutet Allahut dhe mendon se s'e fal. Ky është njeriu më i dështuar këtë ditë, ditën e Arafatit. Imam Uthejmini, Allah mëshiroft, thotë se në ditën e Arafatit është mirë që njeriu të zgjedh lutjet të përcjella nga i dërguari i Allahut sa në sunet pra, siç është lutja që sa e thoshte shpesh, që është e gjithë përmbledhse: O Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhenemit. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Pra nëse dikush nuk din lutjet shumëta, atë le t'i përmend lutjet e përgjithshme, lutjet që kanë ardhur në mënyrë të përgjithshme. Siç është lutja për cilën na përmend Rabbana atina fid dunya hasanatan, pra lutet për në botën, në këtë botë që të na jep mirësi. O fil akhirati hasana, edhe në botën tjetër, wa qina adhaban nar, që të na ruaj nga zjarri i xhenemit. Pra lutet për këtë botë, për botën tjetër dhe të na ruaj nga zjarri i xhenemit. Vëllezër, në ditën e Arafatit njeriu mund të shtojë adhurime siç i ka shtuar në 10 ditët e Dhulhijhes përgjithësi, e në ditën e Arafatit edhe më shumë, siç janë, siç përmendëm, leximi i Kuranit, lutjet, duat, dhikrat, fjala la ilaha illallah, përmendja e Allahut përgjithësi të shpesht, veçimi me Allahun sinqerisht për lutje, adhurime të shumta, sadakaja, respektimi ndaj prindve, gjitha domethënë adhurime të shumta e më të veçanta siç përmendëm, agjërimi, walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Vëllezër të nderuar, dhe nga veprat e tjera më të mira që mund të përfitojmë shpërblim të madh pas ditës së Arafatit është falja e namazit të Bajramit të Kurbanit dhe prerja e Kurbanit, pra që vjen mas ditës së Arafatit më njëherë. Pas ditës së parë të Bajramit të Kurbanit janë edhe 3 ditë dhe tjera që quhen ayamu tashrik, që edhe ato janë ditë feste, e kur mbledhen dita e Kurban Bayramit dhe 3 ditë të tjera bëhen 4 ditë feste pra. Vëllezër, që është ditë feste, dita e Kurban Bayramit, është argumenti që përcillen nga Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu, i cili ka thënë kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë, pas se banorët e vendit pra Medinës festonin në 2 ditë. Domethënë 2 ditë caktuar. Ai u tha atyne, çfarë janë këto 2 ditë që festoni, që po luanin to? Ata thanë, ne këto 2 ditë luanim, festonim në kohën e ignorancës para Islamit. Pra këto 2 ditë kanë thënë i kena festu, 2 ditë do të cilat i kanë pas ata. E i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha, vërtet Allahu u ka zëvendësuar ato 2 ditë feste, të cilat i kanë pas në xhahilet pra, me 2 ditë më të mira se sa ato. Ato janë thot
Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Këtë hadith e sakson Albani në Sahihun e Ebi Davudit, gjithashtu si festë javore, siç e kemi përmendur herave tjera, është dita Xhumë, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që vërtet Allahu këtë ditë e ka bërë festë për muslimanët. Qëllimi është që është festë javore që në to mblidhen muslimanët dhe falet, bashkohen për namaz, ndëgjojnë hutben e tjera. Andaj lutë Allahun Azza wa Jall të na mësoj të bëjmë vepra të mira sa më shumë gjatë këtyre ditëve të përgjithësisë të Dhul-Hijjes, e të na mësoj të arrijmë ditën e Arafatit me adhurime të shumta, e veçanërisht me agjërimin e kësaj dite. Pra, e lutë Allahun të na i falë mëkatet tona, të na dhuroj xhenetin gjithëve këtu që jemi mbledhur, çdo muslimani të na falë ne dhe gjallë dhe të vdekurit ton. Pastaj vëllezër e mi, dërgoni salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka urdhëruar Allahu në Kur'an kur thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe me lajket e tij lutën për të. O besimtar, lutuni dhe përshëndetni atë me selam. Gjithashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kush dërgon salavate për mua një herë, ai pra Allahu dërgon 10 herë për të. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah.